Këngëtari i njohur Blero Muharremi është prezent gjithmonë në portalet e mediave roz. Themi kështu sepse çdo lidhje e tij bëhet publike më njëherë dhe shkakton mjaft polemika. Për së fundmi, ditën e djeshme, ai ka ngritur polemika rreth karrierës së tij. Blero nxiti dyshimet se po planifikon të japë fund karrierës muzikore. Përmes një postimi në Instagram, Blero ka falenderuar të gjithë përkrahësit, duke thënë se albumi i tij i fundit do të quhet The End. Për këtë album, Blero është duke punuar tash sa kohë. Duke njoftuar se ky është albumi i tij i fundit, edhe vet albumin e ka emëruar The End. Me sa duket, Blero dal ngadalë po jep fund karrierës së tij të bujshme, ku na do të themi se rrugtimi i tij në muzikë është shoqëruar me 10 këngë që janë bërë hite dhe dëgjohen edhe në ditët e sotme. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se Blero u përfol shumë për martesën e tij me Afronadikën, martesë e cila zgjati 2 vite, por tani më ata i kanë dalë rrugët me njëri tjetrin.